Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku jemi sërish së bashku, këtë herë për të ndarë me ju historinë e Luljetës, që dramat në jetën e Luljetës siç duket nuk pas kanë fund asnjëherë. Me fjalë të tjera është munduar që të na e shpjegon dhe ne e kemi ripërpunuar si histori që ta sjellim më të detajuar pranë jush. Askush nuk e kishte menduar se buzëqeshja e një vajze do të fshihej kaq herët pas një perde të errët, të dhimbjes. As që do të mund të parashikonte njëri se jeta e saj, që kishte nisur me ëndra të thjeshta, do të kthehej në një rrugtim të mbushur me dhunë, humbje dhe plagë që s'ka koha që i shëron. Luljeta ishte vetëm një adoleshente kur e përjetoi traumën më të madhe të jetës, vrasjen e babait të saj. Ai ishte vetëm 45 vjeç, plot jetë, plot ëndra për fëmijët e tij. E vran mizorisht dhe bashkë me trupin e tij të pajet, ata varosën edhe sigurinë e vetme që kishte familja. Në një natë të errët, pa paralajmërim, jeta e tyre u përmbys përgjithmonë. Nëna mbeti e shokuar, e heshtur, pa fuqi për ta vazhduar, dhe Luljeta, fëmia më e madhe, u detyrua të ri brenda natës, të ritej në fakt brenda natës. Ajo la më njanë dëshirat e adoleshencës, shoqet, zbavitjen dhe rinin, dhe u bë kraj djathtë i shtëpisë. Me një buzëqeshje të dhimbshme dhe me sytë që fshehnin dhimbjen, u hodh në punë me orare të gjata, në kushte të rënda, vetëm që të sigurojmë pak bukë, pak ngrohtësi për nënën, motrën edhe vllaun. Kaluan vite me sakrifica. Asnjëherë nuk ju hoq pengu nga zemra për babain. Malli e shoqëronte çdo natë, por e mbyllte në heshtje që të mos i rëndonte edhe më shumë tek të tjerët. Nuk kishte luksin që të qante. Në punën ku djersa i pikonte për ditë, rastësisht njohu një djalë. Ai e pa përtej lodhjes së saj, e pa përtej veshjes së thjeshtë, e pa shpirtin që përpiqej të mbijetonte. Dhe për herë të parë, Luljeta u ndje e kuptuar, e parë, dashuria e zuri befas ishte një copës dielli pas një dimri të gjatë, ku ata u dashuruan dhe shpejt vendosën që të martoheshin. Por jeta sërish nuk ishte e mëshirshme me ta. Familja e tij nuk pranonte vajzën e vagabondit, kështu e quanin. Tatin ja kanë vrarë, thonin, çfarë turpi është ky? Si të ishte ajo përgjegjëse për tragjedinë e jetës së vet. Si të ishte më pak e denjë për dashuri nga që kishte lindur në një shtëpi që u godit nga fati. Por ajo nuk u dorëzua. Dashuria e saj ishte më e fortë se paragjykimet. E mbështeti burrin, i qëndroi pranë dhe besoi se do të ndërtoni një jetë të bukur. Vetëm se ajo jetë shumë shpejt mori një tjetër drejtim. Djali që dikur e mbështeste dhe i thoshte se do ta mbronte nga bota, u kthye në njeriun që e godiste me duart e tij. Nga fjalët e ëmbla kaloi te ulërimat, nga përqafimet kaloi te grushtat. Një ditë i përplasi telefoni në fytyrë, një ditë tjetër e tërhoqi zvarr nëpër shtëpi, sepse nuk i pëlqeu çfarë kishte gatuar. Në fillim e justifikonte, mendonte se ndoshta ishte i lodhur, ndoshta kishte ndonjë stres, ndoshta do t'i kalonte, por nuk kaloi. Dhuna u kthye në përditshmëri. Ndërkohë familja që kishte lënë pas, po shkremoqej. Vëllai i saj që nuk e kishte përballuar dot humbjen e babait, u bë agresiv, problematik, i përfshirë në borxhe dhe shoqëri të keqe. E shiti edhe shtëpinë, me një firmë, me një vendim të çmendur, i la nënën edhe motrat pas tre. Nëna u detyrua të strehojë tek të afërmit, duke mbajtur dhimbjen, si të ishte një peshë e zakonshme në gjoksin e saj. Luljeta nga ana tjetër përpiqej të mbante të bashkuar copat e jetës së saj.
u bë nën e 3 fëmijëve, të vetme në dritë në errësirë që e mbyste. I përqafonte fort edhe kur vet ishte e rahur, e lodhur, e shkatëruar. I qetësonte me këngë gjumi dhe kur ajo vet zdinte më ç'është gjumi. I ushqente me shumë dashuri që nuk e kishte marrë asnjëherë vet. Dhe gjithmonë në fund të ditës merrte telefonin dhe i thoshte nënës: "Më fal që nuk munda të të ndihmoj më shumë." Ndonjëherë kur fëmijët flen, Lulieta ulet në kuzhinë me dritat e fikur. Merr frym thellë dhe e ndjen se sa shumë është konsumuar. E ndjen se ka dhënë gjithçka që kishte, por jeta nuk i ktheu asnjë gjë mbrapsht, asnjë ndihmë, asnjë dorë për ta ngritur, vetëm grushta, vetëm shikime gjykuese, vetëm heshtje. Sot Lulieta jeton e burgosur në një martesë pa dashuri, pa respekt. Jeton për fëmijët e saj, që janë e vetmi arsye pse nuk është dorëzuar. Por brenda saj ka një vajzë të vogël që klith. Pse mua? Një vajzë që kishte ëndra që donte të bëhej mësuese, që donte shumë jetën dhe që sot veç mbijeton. Historia e saj është një histori e një në mijëra gra shqiptare, që janë rritur shumë shpejt, që janë dhunuar, që janë paragjykuar, që kanë heshtur, dhe që gjithmonë fajsojnë veten për gjithçka që mund të kenë ndodhur dhe që mund të shpëtonin. Por nëse ka një gjë që nuk ja ka marrë askush Lulietës është forca, është zemra, është dashuria e saj, e pafund për atë që ka dashur. Ajo meriton liri, meriton paqe, meriton të qaj e të qetësohet pa frikë, meriton të jetë më shumë se një grua që ka duruar, meriton të jetë një grua e fortë që më në fund jeton. Kjo është historia e Lulietës, e cila që në startet e para të nismës së dashurisë së saj, u paragjykua për një fat në të cilin i ka ardhur në jetë, vrasjen e babait. Familja e djalit ku ajo u martua nuk e përballonin dot që në jetë marrin këtë gocën, sepse ishte goca e një vagabondit, që këto paragjykimet janë shumë të gabueshme dhe nuk duhet të ekzistojnë, sepse fëmijët nuk duhet të jenë trashëgues të kryqëzimit që mund t'ju bëhen baballarëve të tyre, të cilët mund të kenë patur një X problem me dikë dhe mund të kenë përfunduar në këtë gjendje. Por ndodh që ka njerëz që edhe nga këto baballar kanë lindur të bekuar, kanë lindur të mrekulluar dhe kanë lindur me një shpirt human dhe fisnik, dhe në këtë rast Lulieta lindi me zemër shumë të madhe që diti t'i dhuroj vërtet pozitivitet dhe energji shumë të bukur kësaj familje. Por mbi të gjitha, Lulieta vazhdon të mos jetë e pranuar në këtë rreth.